Është kënaqësi e veçantë që sot shënojmë për mbylljen e digitalizimit të plot të gjitha shërbimeve kadastrale, një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të administrimit të tokës dhe forcimit të infrastrukturës gjeohapësinore të vendit tonë. Në emër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, falenderoj të gjithë për bashkëpunimin dhe përkushtimin në këtë sukses të përbashkët. Që nga nesër, pra me 28 nëntor, një datë më rëndësishmja për kombin shqiptar, qytetarët, institucionet dhe profesionistët do të kenë qasje të plot dhe të sigurt në shërbimet kadastrale në formë digjitale. Pa paraqitje fizike, pa barjera administrative dhe pa vonesa burokratike. Ky transformim përfaqëson një hap të madh drejt një qeverisjeje më transparente, më efikase dhe më afër qytetarëve. Kjo arritje nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e Qeverisë së Republikës Kosovës dhe angazhimit institucional. Ne kemi përkrahur Agjencinë Kadastrale të Kosovës në çdo fazë, përfshirë miratimin e ligjit për katastër të pronës së palojshme, një reformë që unifikon shërbimet në nivel vendi dhe vendos standarde të larta profesionale. Ky ligj ka mundësuar projekte madhore zhvillimore si rindërtimi i informacionit kadastral për 120 zona, nga të cilat kanë përfituar mijëra qytetarë. Jemi të kënaqur që Agjencia Kadastrale ka realizuar një nga proceset kryesore të transformimit digital në sektorin publik, duke njekur praktikat më të mira të vendeve të Bashkimit Evropian dhe duke na ofruar me tregun digital evropian. Suksesi i sotëm është rezultat i punës së ekipit të agjencisë me mbështetjen e ministrisë dhe ekspertëve të përfshirë. Sot Kosova qëndron krah vendeve më të avancuara në fushën e digitalizimit. Digitalizimi i katastrit nuk është thjesht digitalizim dokumentesh, por hapje e një epoke të re në planifikimin e territorit, zhvillimin e politikave të qëndrueshme ekonomike, rritjen e sigurisë juridike të pronës dhe garantimin e transparencës e mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët. Sot vendosim themelet e një administrimi të tokës më efikas, më të shpejtë dhe më të përshtatur me nevojat e një shoqërie moderne. Ju faleminderit dhe urime për këtë arritje historike për Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë. Ju uroj mirëseardhjen në këtë ngjarje të rëndësisë për institucionet dhe për të gjithë qytetarët e vendit, një ngjarje kjo që për mua dhe kolegët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës mund ta them bindshëm që është një nga ngjarjet më të rëndësishme që prej fillimit të punës sonë në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Sot po prezantojmë një prej projekteve më inovative në fushën e digitalizimit të shërbimeve publike. Digitalizimin e shërbimeve kadastrale, kjo arritje, kjo e cila padyshim Agjencinë Kadastrale të Kosovës bën lideri jo vetëm në nivel vendi, ndërinstitucional, por edhe si agjenci konkurruese dhe shembullore edhe në nivel rajonal, po edhe në nivel evropian. Ashtu, sikur se jemi zotuar në fillim të vitit 2025, që viti 2025 jetë vit i digitalizimit në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, që nga nesër, pra me 28 nëntor në këtë datë historike, po e kurorëzojmë këtë premtim me sukses të plot, pra nga kjo datë të gjithë qytetarët dhe institucionet e Kosovës, për të gjithë qytetarët dhe institucionet e Kosovës është krijuar platforma tërësisht digjitale për komunikim, shkëmbim të të dhënave, regjistrim, përpunim dhe dorëzim të kërkesave për azhonimin e tyre në regjistrin të drejtave pronësore. Drejt për drejt,
nga vetë ata që i prodhojnë dhe i menaxhojnë këto dhëna. Pra, nga ta shëtutje, përveç administratës tatimore të Kosovës, përveç bankave dhe institucioneve tjera mikrofinanciare, përveç kompanive të sigurimeve, në sistemin kadastral do të kenë qasje edhe në teret, do të kenë qasje edhe për mbarusit, do të kenë qasje edhe ndërmjetësuesit, do të kenë qasje të drejt për drejt edhe gjodet e licencum. Këtë transformim përfaqëson një modernizim rrënjësor të shërbimeve kadastrale, i cili ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik, në sigurinë juridike të pronës, në rritjen e efikasitetit institucional dhe në mirëqenien e secilit qytetar të Republikës së Kosovës. Padyshim, niveli transformimit nuk do të ishte i mundur pa realizimin edhe të reformës ligjore, pra hyrjen në fuqi të ligjit të ri për kadastër dhe nxjerrjen e nimetozimeve administrative, nuk do të ishte i mundur pa ndryshime të rrënjësore në rrjedhën e punës, në standardizimin dhe unifikimin e procedurave kadastrale, në publikimin e doracakëve e kornizave të punës. Nuk do të ishte i mundur edhe pa avancimet në aspektin e teknologjisë, që me avancimet në aspektin e teknologjisë është siguruar shërbimi i sigurt, më transparent edhe më i barabartë për secilin aplikues. Të gjitha reformat dhe investimet ja bën me një qëllim të vetëm, rritjen e performancës së institucioneve të cilat i shërbejnë qytetarëve dhe rritjen e kualitetit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Të nderuar zona dhe zotërinj, digitalizimi është prioritet kombëtar. E në anën tjetër, Agjencia Kadastrale e Kosovës është një prej shtyllave kryesore të zhvillimit ekonomik, të planifikimit urban dhe të aktiviteteve tjera të institucioneve të ndryshme. Për këtë arsye, arritjet dhe rezultatet në këtë fushë do të kenë ndikim të drejt për drejt në veprimtaritë e secilit prej institucioneve që merren me qytetarët, me shërbimin e qytetarëve, po që merren edhe me çështjet pronësore. Për shumë vite, procedurat manuale, dokumentacioni fizik dhe proceset burokratike kanë krijuar sfida edhe për qytetarët, edhe për institucionet, edhe për bizneset. Me zhvillimet e fundit që ka ndodhur në Agjencinë Kadastrale, ne kemi arritur që të shkurtojmë kohën e shërbimit, të rrisim transparencën, të garantojmë sigurinë të dhënave, të eliminojmë burokracitë dhe të krijojmë sistem të besueshëm, efektiv dhe modern. Në kuadër të projekteve dhe arritjeve në këtë fushë, Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka publikuar edhe aplikimin për licencim të gjodetve përmes e-Kosovës, edhe aplikimin dhe realizimin e pagesave për shërbimet KOPOS në e-Kosova. Për herë të parë janë publikuar të gjithë pronarët në Gjeoportal. Është shkruar mundësia e gjurmimit të lëndës 24 orë në 7 ditë të javës për të parë se cili qytetar progresin e kërkesës e tij. Është krijuar mundësia është krijuar mundësia dhe deklarimit të adresës zyrtare përmes e-Kosovës. Për informimin e juaj, për herë të parë në nivel vendi, sistemi i adresave është kompletuar në tërë territorin e vendit. Pra, asnjë rrugë në Republikën e Kosovës nuk është pa adresë zyrtare. Mundësia e deklarimit të adresës zyrtare përmes e-Kosovës ka ndikuar që rreth mbi 750.000 qytetarë të bëjnë deklarimin e adresës zyrtare. Të nderuar të pranishëm, zhvillimi i projektit nuk do të ishte i mundur edhe pa mbështetjen e shumë institucioneve, pa bashkëpunimin e ngushtë të institucioneve. Në këtë rast, shfrytëzoj rastin me falenderu ministrin aktual, zotrin Islam Durmishi, po edhe ish-ministrin zotrin Libon Aliu për mbështetjen, për besimin, për kontributin e tyre në shumë aktivitetet të Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Kisha vazhdu me i falenderu edhe përfaqësues të odës së ndërmjetësuesve, odës së përmbaruesve, odës së notarëve, disa prej gjodetve të licencum, zyrtarët e zyreve kadastrale komunale, institucionet ndërkombëtare, bashkëpunëtorët e mi të ngushtë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, të cilët me profesionalizëm, me përkushtim kanë vendosur dhe kanë kontribuar në secilin hap të këtij transformimi.
Të dashur pjesëmarrës, Agjencia Kadastrale e Kosovës nuk do ndalet këtu. Vizioni ynë është i qartë që të ndërtojmë një sistem kadastral plotësisht të integruar, të automatizuar dhe të orientuar drejt inovacionit. Do të vazhdojmë të investojmë në teknologji të reja, do të vazhdojmë të investojmë në ngritjen e kapaciteteve, në përmirësimin e vazhdueshëm të platformave dhe përforcimin e bashkëpunimit mes institucioneve të nivelit qendror dhe nivelit lokal, duke përfshirë edhe organizimin vertikal të kadastrit. Së bashku po ndërtojmë një sistem transparent me të drejta dhe të besueshëm për secilin qytetar të Republikës Kosovës. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, për bashkëpunimin edhe për mbështetjen e secilit prej ju dhe ju ftoj secilin institucion që të vazhdojmë në këtë rrugë të përbashkët drejt digitalizimit të shërbimeve publike. Faleminderit. Tashmë është bërë realitet projekti që e vendos Kosovën në hartën digjitale ndërkombëtare. Agjencia Kadastrale e Kosovës sjell transformimin që bën shërbimet kadastrale të shpejta, të thjeshta dhe plotësisht transparente, duke lënë pas pritje të gjata dhe dosje të tepërta. Sot, fal projektit për zhvillimin e sistemeve kadastrale, çdo shërbim ofrohet online me siguri të lartë. Kompanitë dhe gjeodatët të licencuar, notarët, ndërmjetësuesit, përmbaruesit, administratat tatimore e Kosovës, bankat dhe kompanitë e sigurimeve regjistrojnë të dhënat direkt në regjistrin digjital të pronës së paluajtshme. Kjo rrit shpejtësinë, saktësinë dhe besueshmërinë e informacionit. Akses 24/7. Nga tashitutje, qytetarët dhe profesionistët mund të aksesojnë informacione kadastrale 24/7 nga çdo pajisje. Aplikime shumë të shpejta. Aplikimet që dikur merrnin ditë e javë tani realizohen për pak minuta. Më pak pritje, më pak udhëtime. Nuk ka më pritje të gjata në sportele apo vizita të shumta për një shërbim të vetëm. Proceset zhvillohen online ose automatizohen. Kursim financiar, dokumente digjitale zvoglojnë nevojën për dokumente të shtypura, nevojën për paraqitje fizike në zyrën kadastrale komunale dhe procedura të panevojshme. Kursim si për qytetarët, ashtu edhe për institucionet. Siguri e lartë të dhënave. Të gjitha të dhënat ruhen në server të sigurt dhe të centralizuar, të mbrojtura nga humbja, dëmtimi dhe falsifikimi. Transparencë dhe gjurmueshmëri. Sistemi i ri ofron informacione të qarta dhe të verifikueshme. Çdo veprim është i regjistruar dhe plotësisht i gjurmueshëm. Gjurmim në kohë reale. Çdo aplikim gjurmohet hap pas hapi, nga dorëzimi deri te miratimi përfundimtar, duke eliminuar çdo pasiguri. Agjencia Kadastrale e Kosovës ofron një sistem modern, transparent dhe të sigurt për të gjithë. Digitalizimi nuk është vetëm teknologji, është ardhmja e shërbimit më të mirë për qytetarët dhe profesionistët. Agjencia Kadastrale e Kosovës po bëhet një ndër institucionet e para në vend që ka kaluar 100% në shërbime digjitale dhe komunikimi në mes qytetarit dhe institucioneve me zyrat kadastrale komunale dhe me Agjencionin Kadastral të Kosovës është i qasshëm tërësisht në formë digjitale e në kohë reale. Në kuadër të procesit të digitalizimit dhe avancimeve të sistemeve, Agjencia Kadastrale e Kosovës tashmë ka lansuar geoportalin e ri shtetëror. Pas publikimit të versionit demo, i cili regjistroi rreth 200.000 klikime dhe mori 10 komente nga përdoruesit, përfshirë institucionet dhe profesionistët e fushës, shumica prej të cilëve u integruan në versionin final. Geoportali i ri, i zhvilluar me teknologji moderne, ofron performancë të lartë në kërkim dhe shfaqje të të dhënave, ku njëherët janë ridizajnuar funksionalitetet ekzistuese dhe janë shtuar funksionalitete dhe të dhënat të reja që mes të tjera shpërfshin të dhënat 3D për objekte, modelin digital të terrenit, të dhënat për pronarët duke përfshirë edhe ngarkesat për pronën si hipotekat, barat tatimore e ngarkesat të tjera. Bashkë me geoportalin e ri shtetëror është implementuar edhe platforma NSII, e cila është zhvilluar për herë të parë në vend, e që mundëson shkëmbimin, publikimin dhe qasjen e të dhënat gjeohapësinore ndërmjet institucioneve shtetërore dhe përdoruesve profesional.
Institucionet mund të shtojnë dhe azhurojnë të dhënat e tyre, duke krijuar një bazë të përbashkët kombëtare. Njëherët, përdoruesit mund të shfrytëzojnë falas shërbimet Web Map Service dhe Web Feature Service për qasje në të dhënat të hapura në aplikacione si Geographic Information System dhe platforma të tjera. Këto të dhëna janë të standardizuara sipas direktivës Inspire, duke garantuar përputhshmëri dhe cilësi.